nesër sa dushi në një akt që kërcënon absolutisht sigurinë e Shqipërisë dhe të vendeve të rajonit, del me vendimin që ata që janë para burgim, pa vendim të prerë, të dalin. Ky është vendimi Veliaj, që ta quajmë, por nga vendimi Veliaj përfitojnë me dhjetra bos të drogës krerët të organizatave kriminale. Por kjo është gjetë rruga e paqes midis klaneve mafioze. Dhe keni pa ju që studiot e kontrolluara nga Rama nuk thonë një fjalë të vetme. Nuk shqiproj një fjalë të vetme, nuk bëj një transparencë të vetme për gjitha këto.